Sula, po. Unë jam i prirur që gjithmonë problemin ta kërkoj një radhë parë ke vetja ime, pastaj të kundërshtari, edhe në jetën e përditshme, edhe në jetën politike. Nëse në jetën e përditshme dhe në jetën politike kam bërë gjithçka mirë vetë, dhe pastaj që kemi qenë të gjëjën time dhe që nuk varet asgjë në dorën time, por ka kundërshtari, pastaj jam i prirur që i çoj të gjitha bateritë të kundërshtarit. Por për sa kohë vetë kemi probleme mjaft të mëdha vetë, e kupton sepse siç e tha dhe zoti Caca. Është problemi që ne ja kemi dhënë tavolinë e Edi Ramës pushtetin që në 2021 me kodin zgjedhor. Nga këtu ka filluar historia. Që gjithë e dimë atë historinë e 110.000 vota të LSI-së për të kthyer në 4 mandate dhe të 35.000 vota të PSD-së për të kthyer në 3 mandate. Por këto prap nuk zoomen. Dhe përpara 2 ditësh erdhi Damian Gjiknuri në Komisionin e Ligjeve, që është përfaqësuesi i Partisë Socialiste për 20 vitesh për kodin zgjedhor me negociatorin ton, zoti Ylit Bylikbashi, thash ka arrit momenti tash do të blejmë ne ty tash si përfaqësuesi jon, sepse gjithmonë na ke hedhur. Çfarë drejtë truri keqe, ju po thoni gjëra që janë. Edhe vjeni Joni dhe ju jep siç e doni ju që ju nuk doni ta ndihmoni dhe prap ne slim se si ta marrim, si na jepni. Se kjo është problem shumë i madh. Pra, erdhi Damian Gjiknuri, erdhi PS-ja, erdhi Rama, që tha turin pragun, dyshemen, nga 7.500, 8.000, ta qënë 6.000, dhe pra dhe ti që në gjithë lisat hapura, po thujse, këto thani, jo, e du mbyllur, thane, e du lisat mbyllur. A kupton çfarë budalliku bëri këtë tani, që politike nuk është shkencë eksakte, absolutisht, por nëpërmjet për e pasaj ti kupton që është eksaktësisht në fund, në rezultat. Kush është? Marrin vetëm qarkun Tiranë dhe qarkun Elbasanit, dy qarqe të cilët unë po i analizoj. Qarku Tiranës nga 151.500 vota totale për opozitën, 136.400 vota janë për listën e hapur. Iridë Tabakon, Lirë Metin, Durata Çupin, Afrandu Gjani, Myslim Murrizin e gjithë tjerët. 14.100 janë për gjithë listën e mbyllur që sigla dhe logoja e partisë ka prodhuar një mandat e një çerek. Pra për listën e mbyllur, për 12 përfaqësues të listën e mbyllur, gjithë Tirana ka votuar vetëm 14.100 persona. Në një kohë që këto flasin që ka partia votat. Jo, mërë zotëri, jo. Se partia është në opcion abstrakt pastaj. Por në këtë rast, partia nuk është në opcion abstrakt, sepse lista mbyllur përfaqëson logo siglën e partisë, ndërsa lista e hapur përfaqëson thjesht individi. Partinë e bën njerëzit. Votat individit janë 136.400, ndërsa logo dhe siglët dhe të 12 njerëzve të partisë janë 14.100. Kjo është diferenca e madhe. Kjo është e vërteta. Sepse po të ishin të gjithë të 37 kandidatët, me i pare në fundit, të kërkohet të vota personale, të luftonin se gjithë terren, të gërmëlloni më shumë vota, pa diskutim, dhe nuk do të ishe kjo rezultat absolutisht, sepse një sigla dhe logo e Partisë Socialiste është më e fort të shkretën se Partisë Demokratike, sa ka thonë 1000 herë. Së është parti 85 vjeçare, ne parti 34 vjeçare. E kam thonë që ne, papi është gjallë aty, kur ne humnim shkitë mëdhaja, fitonte papi komunën dhe tjera, sepse ne fitonim me figura politike të forta në për komunën e Shqipërisë dhe ne kishim numrin më të madh komunave dhe humshim bashkitë dhe mëdhaja sepse për shkak të përqendrimit qytetarëve që janë aty të popullit, që kanë një kulturë tjetër dhe votonte për Partinë Socialiste. Këto janë gjërat e cilët gabimet e cilët ne kemi bërë për kodin zgjedhor, qoftë ndryshimin si 1/2000, sistemi proporcional rajonal si 1/2008-s dhe ndryshimet pastaj që bëm përsëri të kodit zgjedhor që në mënyrë të njëanshme 3 korrik të vitit 2020, të ndryshuar 5 herë kodin zgjedhor, 3 kushtetuta nga Rama, me anë të njerëzve të cilët troqen me budallikun që troqen do një mandatet. Dhe e njëjta gjë që ishte vetëm budallai unë, që votova kundër 26 korrik të 2024 që paguaj sot që për zonë nga shtëpia që në njëra anë nuk kam asnjë lloj pjesëmarrje sepse me të llumi që është bota tani aty është turp. Është turp sepse mënyra si po drejtohet Partia Demokratike në vazhdimsi, inshallah zot fillohen edhe ndryshojnë dhe kemi një rikuperim ose një rigjenerim total të Partisë Demokratike, por ja kam thënë, më ja dha pushtetin në dorë Ramës. Mbaroj kjo punë, kam thënë. Dhe kam thënë këtë gjë, që Rama mos dali më të bëj fushat, sepse ka fituar zgjedhjet, sepse do në marrë shumë të fisuar, dhe realisht e bërin një tillë, fatkeqësisht dolin fjalët e mia. Jo se unë jam shejtore, jam njëri profet, absolutisht, po një njeri që njoh terrenin, që njoh njerëzit tut, dhe di çfarë më thon. Kthehemi ke qarku Elbasanit. Po mirë, por ti lirë. Zoti Sula, lutem vetëm një moment. Gjitha sa the janë deklaratat tua të kahershme. Këtë e vërtetoj edhe unë, sepse në studio këtu e ke thënë më shumë se 10 herë. Tani pyetja ime është,
Projekt Basani, ta marrë projekt Basani dhe e mbyll. Po pse Taulant Balla ishte më i dobët se sa Arber Bazniku s'ka gjytë jetën e vetë me shpull, po themi, Taulant Balla me gjithë fortët e mbushtetit gjithçka 2021-shin, që është shumë i fort, ishte i tetë që nuk la gjë para vone dhe prap ne bash, pa votën e LSI jemi 20.000 vota më shumë 2021 se 2025. Në një kohë që bashkuar dhe votën e LSI jemi 26-27.000 vota më pak në 2025 se 2021. Pra që do të thotë lista e PS-s ishte dobët në 2025, po e PD-s ishte daha më dobët të shketa. Shumë dobët dhe që arritin të rezultatet 2025. Kam një pyetje. Durrësi mbajti 8-6, se kishte listë mirë Durrësi. E mbajti 8-6 Durrësi, se s'kishte banda krimi organizuar Durrës që bere votën Durrës, që pushtet nuk ishte limitim Durrës, kishte. Po e mbajti 8-6. Kurse në pasazh 10-4. Wow. Tani, do më kthesh një përgjigje të drejt për drejt, ashtu siç e ke zakon, demokratët nuk duan apo nuk din. Përfshi këtu edhe atë batutën që bëre për Damian Gjiknurin. Jo. Mos u mendo ka gjatë. Jo, pjesa më shëndosh, po themi, e shoqërisë në tërësi dhe pjesa më rebele dhe pjesa më të qitar, më shpirt mirë, për fatkeqësisht edhe me budallej jemi këthe nga krahët djathtë.